بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين وعلى جميع الأنبياء الله والمرسلين. من الله تجد مشرشمت مشركاتين فالندريمة متسنجرة عمته për Allahun e madhëruar. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi profetin Muhammed, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë të dërguarit dhe profetët e Allahut xhaleshanhu. Të nderuar dëgjues dhe shikues, si përshëndesim përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, mëshira dhe begatit e Allahut qofshin mbi ju. Për ditën e sotme do të flasim rreth temës paqja dhe bashkëtesa bazuar në frymëzimin profetik për shoqërinë moderne. Në çdo epokë të historisë, njerëzimi ka kërkuar paqen si thesarin më të çmuar të ekzistencës së tyre, por shpesh e ka humbur atë në labirintet e urrejtjes dhe të egoizmit. Shoqëria moderne, megjithse ka arritur zhvillime të mëdha teknologjike e shkencore, vazhdon të përballet me ndasi të thella shpirtërore dhe ato kulturore. Në këtë vorbull përçarjesh, mesazhi i profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam vjen si një frymë hyjnore që kujton se themeli i vërtetë i lumturisë dhe i përparimit është paqja dhe bashkëtesa. Ai nuk erdhi për të ndarë njerëzit në kampe e përkatësisë, por erdhi për t'i bashkuar në ndjenjën e dashurisë, drejtësisë dhe respektit të ndërsjellë. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam na mësoi se paqja nuk është vetëm një marrëveshje mes kombeve, por një gjendje e brendshme e zemrës së njeriu, që reflektohet në marrëdhëniet tona me të tjerat. Ky mesazh profetik, i mbështetur në ajetet kuranore dhe në mësimet e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, është sot më aktual se kur, sepse bota moderne ka nevojë të kthehet në rrënjët e saj shpirtërore, aty ku paqja lind nga besimi dhe bashkëtesa lind nga dashuria. Në një botë ku zërat të përçarjes, urrejtjes dhe konflikteve shpesh mbulojnë thirrjet e dashurisë dhe mirëkuptimit, mesazhi i këtij të dërguarit të profetit Muhammed shfaqet si një drejtë e përjetshme që ndriçon udhën e njerëzimit drejt paqes dhe bashkëtesës. Ai ishte i dërguari që solli fjalën e Zotit për të bashkuar zemrat, dhe jo për t'i ndarë ato. Ai mësoi se paqja nuk është thjesht mungesë e luftës, por prania e drejtësisë, e dashurisë dhe respektit të ndërsjellë. Allahu i lartësuar thot në Kur'anin e Shenjtë se Bismillahirrahmanirrahim. O njerëz, ne ju kemi krijuar prej një mashkulli dhe një femre, dhe ju kemi bërë populle fise që të njiheni me njëri tjetrin. Mëfisniku ndër ju tek Allahu është ai që ka më shumë devotshmëri. Ajeti 13 i surës Huxhurat. Ky ajet, të nderuar dëgjues dhe shikues, shpalos thelbin e bashkëtesës, duke e bazuar ato jo në ras, as në gjuhë apo origjinë, por në devotshmërinë dhe virtytin e brendshëm, pra bazuar në shpirtin e njeriut. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ishte mbishërimi i mëshirës hyjnore. Ai trajtonte të gjithë njerëzit me respekt, qoftë besimtar apo jo, miq apo armiq, të pasur apo dhe të varfër. Nga goja e tij nuk dilte urrejtje, sepse ai ishte i dërguari i Allahut dhe ai mësoi nga fjala e Allahut xhaleshanhu dhe përcolli tek njerëzit vetëse këtë fjalë që ishte mëshira e Zotit të gjithësisë. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam na thot, muslimani i vërtet është ai nga i cili njerëzit janë të sigurt në gjakun dhe pasurinë e tyre. Ky hadith i çmuar i ardhur nga profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam nuk kufizohet vetëm te marrëdhëniet ndërmjet muslimanëve, por përfshin gjithë njerëzimin, duke vendosur themelet e një shoqërie ku secili ndjehet i mbrojtur dhe i respektuar njëkohësisht. Imam Aliu, paqja qoftë mbi të, në letrën drejtuar Malik Eshterit, thot: mos u sill me njerëzit si grabitçar që kërkon premën e tij, sepse ata janë ose vëllezërit e tu në fe, ose të barabartë me ty në krijem. Dhe këto janë fjalë që në themel kanë pra bashkëtesën, e cila ndërtohet mbi vlerat njerëzore dhe jo mbi interesa të ngushta. Kur njeriu sheh tjetrin si krijesë të njëjtë të Zotit, kjo ndjenjë pra
largon çdo urrëtie dhe shndron urrëtien në dashurinë dhe mshuri dhe çdo përplasje e kthen në mirëkuptim. Në Kuranin e Shenjtë, Allahu i lartësuar na udhëzon në një ajet për thirrje universale që na fton për dialog, mirëkuptim dhe respekt dhe me ata që dikur kanë qenë kundërshtar tanë, ku na thot Bismillahirrahmanirrahim. Nëse ata priren drejt paqes, edhe ti priru drejt saj dhe mbështetu tek Allahu. Ajeti 61 i surës Anfal. Në kohën moderne, ku përplasjet kulturore, fetare dhe ideologjike janë bërë plagë e përditshme që ne jetojmë, modeli profetik mbetet udhërrëfyesi më i sigurt për ndërtimin e një bashkëjetese të qëndrueshme. Profeti Muhammed themeloi një shoqëri në Medinë ku muslimanët, hebrejt dhe të krishterët jetonin në marrëveshje të drejtësisë dhe të respektit të reciprok. Ajo mësoi njerëzve se paqja nuk është një privilegj, por është një përgjegjësi që të gjithë duhet ta kemi në vetveten tonë. Dhe ai thot, kush nuk fal, nuk do të falet, dhe kush nuk mëshiron, nuk do të mëshirohet. Këtu fshihet sekreti i paqes së brendshme dhe asaj shoqërore, se zemra që fal ndërton shoqërinë, dhe se zemra që urren dhe ka ndjenja të këqija brenda saj shkatëron shoqërinë që ai ndërton. Paqja fillon në shpirtin e njeriut. Një zemër e qetë dhe e mbushur me besim është burim drite për të tjerët, siç thot Allahu në Kuranin e Shenjtë, Bismillahirrahmanirrahim. Allahu thërret në shtëpinë e paqes dhe udhëzon këtë dojë në rrugën e drejtë. Ajeti 25 i surës Yunus. Kjo termi pra shtëpi e paqes është jo vetëm xheneti në botën tjetër, por edhe gjendja shpirtërore e atyre që ecin me dritën e besimit në këtë tokë. Ata që i afrohen Zotit me dashuri, u afrohen njerëzve me mirësi dhe dëmshuri. Nëse shoqëria moderne dëshiron të gjejë paqe të qëndrueshme, duhet të kthehet tek parimet e fesë dhe sidomos të kthehet tek fjalët e të dërguarit të fundit të Allahut xhaleshanhu, profetit Muhammed, sepse ai solli pra vetë drejtësinë, dëshmërinë, dashurinë për njëri tjetrin dhe faljen mes tyre. Nuk ka paqe pa drejtësi dhe nuk ka bashkëjetesë pa një respekt reciprok. Profeti Muhammed na mësoi se më i forti ndër ju është ai që mposh veten e tij kur zemërohet dhe nuk është ai që mund të mposh tjetrin. Kjo është baza e çdo paqeje, pra kontrolli i egos në vetvete, i zemërimit dhe i urrëties, kjo të bën ty një njeri të lartë. Vetëm njeriu që fiton mbi veten e tij, mbi këto ndjenja pra, mund të jetë ndërtues i paqes në botë. Në dritën e këtyre mësimeve, bashkëjetesa në shoqërinë moderne nuk është thjesht një nevojë shoqërore, por njëkohësisht është edhe një detyrë hyjnore e zbritur nga Allahu xhaleshanhu. Ajo është pasqyrë e dashurisë së Zotit ndaj krijesave të tij, dhe çdo gjest i mëshirës, çdo buzëqeshje e sinqertë, çdo fjalë e butë është pjesë e mozaikut të krijuar nga ana e Allahut xhaleshanhu, që ja solli profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, dhe ky profet e ndërtoi dhe formoi atë shoqërinë që ne themi shoqëria ose bashkësia islame. Në fund, le të kujtojmë hadithin e ardhur nga Imam Hasani, paqja qoftë mbi të, teksa thotë, mos u kundërpërgjigj me keqësi, sepse njeriu që përmbahet është më i larti se ai që hakmerret. Sepse në fund, të nderuar dëgjues dhe shikues, paqja dhe bashkëjetesa nuk janë vetëm ideale fetare, janë thirrja më e lartë e shpirtit njerëzor, një frymëzim profetik që vazhdon të udhëheqë njerëzimin drejt dritës, drejt Zotit të gjithësisë, drejt dashurisë që kushtesi nuk ka fund. Në këto momente të nderuar dëgjues dhe shikues, duke ju lënë në mbrojtjen dhe ndihmën e Allahut xhaleshanhu, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe begatit e Allahut qofshin mbi ju.